Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi ditën e sotme sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet më të fundit. Do të nisim këto komentime me Gjestin, do të flasim për Gjestin. Gjesti ditën e djeshme ka festuar ditëlindjen e tij të 25. Prisnim në fakt një foto me Eglin, prisnim një moment të bukur me Eglin, të gjithë fansat ishin të pozicionuar se çfarë do të poston Gjesti, por Gjesti siç duket ka përzgjedhur ta feston ditëlindjen krejtësisht ndryshe. Këtë herë Egli nuk është në fotografi, unë shpresoj që të ketë qenë në të njëjtin ambient ku Gjesti kishte përzgjedhur të festonte ditëlindjen, por siç duket nga rrethin në të cilin Gjestin e ka përqafuar, Gjesti nuk është se ka bërë ndonjë festë të madhe, nuk është se ka ftuar banor të Big Brotherit, se të paktën këtë e konfirmoi dhe Krisa në një intervistë në emision në Top Channel që Gjesti nuk ka ftuar banor të Big Brotherit, do me thënë nuk e dinin a do festonte ditëlindjen. Gjesti ka preferuar që këtë ditëlindje të 25 të mos e festoj me askën tjetër përpos miqve të tij dhe familjarëve apo kushove të tij më të ngushtë, dhe kështu ka preferuar Gjesti. Fotografinë në Instagram e ka hedhur me njerëzit e tij më të dashur, ku ndërto është edhe DJ Gimbo, që Gjesti e ka vlerësuar si një mik, e ka vlerësuar si një shokun e tij të afërt, si një koleg të punës, pasi që ne e dim shumë bukur që Gjesti dhe DJ Gimbo kanë një marrëdhënie dhe punojnë të dy së bashku, do të thënë në profesionin e tyre. Duket që personazhet e tjerë janë familjar të Gjestit, janë miq të Gjestit dhe kanë preferuar që ta festojnë në një ambient që vërtet është ambient shumë i bukur, një ambient që brenda saj ka shumë romancë dhe adrenalin. Në këtë video që ju do të ndiqni, Gjesti është me shampanjë në dorë dhe me një gotë. Në momentin kur Gjesti ka plas shampanjën dhe dëshiron që të bëj një dolli për ditëlindjen e tij, për të gjithë suksesin që ka arritur, për të gjithë meritat që mori nga publiku shqiptar dhe për të gjithë duartrokitjen. Gjesti dhe në shkrimin që bëri në Instagramin e tij me fotografinë me tortën, me happy birthday, Gjesti është munduar që në disa fjalë të përmbledhen të gjithë falenderimin që ka për publikun shqiptar, edhe pse deri më sot nuk është se bëri një video të veçantë për këtë pjesën për ta postuar në Instagram si të gjithë VIP-at e tjerë, por gjithsesi Gjesti me gjestet e tija e tregon atë mirënjohjen dhe atë falenderimin ndaj të gjithë shqiptarëve. Në ditëlindje, po të shohim fotografinë me detaje, nuk është se ka shumë miq, nuk është se ka shumë të ftuar, domethënë ne parashikonim një ditëlindje të personazhit më të famshëm shqiptar të jetë një ditëlindje shumë e madhe, një ditëlindje me shumë surpriza, një ditëlindje me shumë të ftuar, me shumë miq, me shumë rreth, me shumë adrenalin, por çuditërisht nuk ndodhi ashtu. Gjesti e festoi ditëlindjen me njerëzit të cilët ai ndjen më për zemër, me njerëzit të cilët ai ndjen më miq, me njerëzit të cilët ai ndjen më shok. Dhe për këtë gjë, Gjesti e festoi ditëlindjen me këto njerëz. Ai nuk i ka shkruar në përemra se kush janë, nuk e ka bërë tak, dy prej tyre u ka fshirë edhe fytyrën për të ruajtur etikën dhe për të ruajtur privatësinë e miqve të tij. Ne me patjetër që e bëm këtë fotografinë publike sepse është bërë publike në Instagramin e Gjestit, nuk mund të mbeten privat në një personazh publik, do me thënë gjithçka që një personazh publik bën publike, ajo bëhet publike, dhe ne e morëm nga Instagrami i tij si fotografi. Dhe do me thënë, kjo është ambienti ku Gjesti ka festuar ditëlindjen. Nuk ka dikush tjetër, nuk është motra e tij Blerina në ditëlindje që ne thonim që do të jetë, do me thënë thonin fansat që do të jetë Blerina, që do të ketë një ditëlindje të madhe, jo. Gjesti ka preferuar që këtë ditëlindje të paktën në një orar të saj ta festoj me shokët e tij, të kënaqet me shokët dhe të ndanë momente me shokët, edhe pse të gjithë të tjerët prisnin që Gjesti të ndanë momente me Eglin. Çfarë shikoni në këtë ditëlindje? Në këtë ditëlindje shikojmë energjinë e Gjestit që në fakt ka filluar të na mungon. Gjesti po ai i njëjti me atë të njëjtën energji, me të njëjtin pozitivitet, me të njëjtën adrenalin për të qenë në qendër të vëmendjes, me të njëjtën gëzim, duke shijuar dhe duke manifestuar çdo momentin e tij, sepse ne nga qëndrimi në Big Brother arritëm të kuptojmë që Gjesti është njeri që
me një duartrokitje, me një buzëqeshje të pastër dhe të sinqertë, ashtu siç gjesti është, gjesti ditë manifestoj të gjitha sukseste, të gjitha të mirat që Zoti ka vendosur për të në këtë jetë, do me thënë i shijon të gjitha. Dhe nga natyra e gjestit, mënyra se si lëvizën ai, mënyra se si gjesti po kënaqet me shokët, me miqt, me familjarët e tij në këtë festë të vogël, por me shumë dashuri brenda, gjesti na e rikujton edhe një herë atë gjestin e kaluar. Të paktën duke u bazuar tek festa që ka organizuar dhe duke u bazuar tek fjalët që gjesti ka thënë në Big Brother, duke ndjer veten gjithmonë të shkelur dhe të shtypur nga të tjerët, duke treguar një histori të tipit që unë kam shkuar derë më derë, kam trokitur dhe askush nuk më ka hapur derën dhe askush nuk ka besuar tek unë që unë di të bëj diçka dhe mund të bëj diçka. Mendoj që arsyeja pse gjesti nuk e ka bërë ditëlindjen e tij shumë të madhe edhe me personazhe VIP, me publik të madh, është fakti që gjesti nuk e quan dhe nuk dëshiron ta vlerëson dikë që dikur gjesti nuk e ka vlerësuar. Mendoj që tashmë gjesti i ka rënë karma në dorë, ne të gjithë besojmë në karma dhe tashmë gjesti po e shfrytëzon këtë pjesën e karmës për t'u akmerur ndaj të gjitha atyre që deri më dje nuk besonin fare në talentin dhe në zgjuarsinë e gjestit, ndërsa nga jeta e gjestit mësuam një djalë i cili la gjithçka për një qëllim dhe këtë qëllimin i arriti, Ne besojmë në energjinë dhe kur themi që do vëmë energji në këtë pikën, duke përdorur energjinë tonë në këtë pikën, ne gjithmonë i arrim atë që ne duam të arrim dhe duam të fitojmë. Dhe nga ana tjetër, gjesti ka vlerësuar ato njerëz të cilët vërtet shpirtërisht e kanë vlerësuar ato njerëz që vërtet atë e kanë dashur pafund dhe ato njerëz që vërtet gjestit i kanë dhënë pafund të adrenalinë edhe gëzim në ditët para se gjesti të ishte kjo figura kaq e madhe publike edhe sot pas saj. Do me thënë, me sa bëra numrimin duhet jenë 8 ose 6 miq të gjestit, ishin 4 me 4 ose 3 me 3, nuk ja vura mirë syrin, por do me thënë, kishin preferuar që të festojnë me shampanjë, me Red Bulla, me nga një gotë alkohol për të kënaqur, për të dëfryer dhe për të biseduar, për të sjellur qoftë edhe projekte të bukura në skenë. Do me thënë, pam një shoqëri të ngrohtë me shumë dashuri. Nuk ishte një ditëlindje për të shitur mend, nuk ishte një ditëlindje për klikime, për të bërë virale. Do me thënë, gjesti pa marrë parasysh çfarë fame ka arritur, gjesti nuk e përdorën këtë gjën për interesin e tij, dhe kështu që ishte një ditëlindje shumë e bukur me miq, shumë e dashur dhe një ditëlindje në një ambient të ngrohtë, shumë të ëmbël.